Përshëndetje të dashur miq, mirëmbrëma në fakt, miqtë e mi. Shpresoj që një herë të keni kaluar një të diel pozitive, një të diel të bukur, një të diel me energji të mirë. Është kjo dita ku ne në fakt nga e gjithë rutina e madhe që kemi gjatë gjithë javës, të dielën e preferojmë që të kalojmë pranë të dashurve tanë, duke shikuar filma, duke shikuar emisione të cilat janë të përkushtuara të dielën, ose duke ndjekur Tironin tek monitori. Pse jo, të dëgjojmë se çfarë ndodh me Big Brotherat, me showbizin e gjëra të këtilla. Big Brother VIP Kosova po na troket shumë afër. Edhe pak ditë na ndajnë nga reality show që këtë vit pritet të na fasionoj të gjithëve. Kemi ndjekur me shumë intenzitet Instagramin e Olsa Muhametit, njëra nga producentet kryesore të këtij reality show që realisht dua publikisht ta publikoj, ta përshëndes dhe t'i them të lumt për punën që bëri vitin e kaluar, sezonin e kaluar, sepse ka krijuar, ka sjellur një Big Brother të jashtëzakonshëm. Me personazhe unik, me karaktere unike, me natyra të ndryshme, një shtëpi që në fakt mori ngjyra fantastike dhe mori një botë të paparë. Me patjetër dhe Big Brotheri me Donën ka qenë spektakolar, do me thënë në përgjithësi Kosova ka rritje të një pasnjëshme dhe të bukura me realizimin e reality show Big Brother. Por, cila është e bukura e kësaj pjese? Ju e dini që jemi në prag të Big Brother VIP Kosovës dhe pikërisht po këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar në Big Brother VIP Albania, mbaj mend që Ledioni së bashku me Lorin, me Sarën, bashkëshortin e tij, njëkohësisht motrën, në këtë rast Sarës Lorin, e ruajtën me shumë xhelozi, do ta them, çdo detaj të shtëpisë së Big Brotherit, sepse nuk dëshironin në asnjë mënyrë që gjërat të dalin pa ardhur koha dhe momenti kur duheshte të dalin. Por në anën tjetër, e njëjta gjë, apo do të themi i njëjti bumerang, ndodhen këtë vit në Big Brother VIP Kosova. Olsa Muhameti nuk dëshiron në asnjë mënyrë që të nxjerr asnjë gjë rreth Big Brotherit. Ajo ka postuar një fotografi që realisht me atë gjë që do të ndodhen brenda asaj shtëpie, me atë bukuri, ajo që ne shikonim në atë fotografi ishte 0.0.1%, vetëm një vrym të vogël pam, nuk pam gjë tjetër. Por, si që duket, tek shtëpia po punohet me shumë intensitet. Tani hyrjet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës do t'jenë të njëjta. Thënë do të ketë ndoshta ndryshime në dritat, ndriçimin që ishte vitin e kaluar, nëse nuk gabohem rose ndriçimi, ndërsa hyrjet do t'jenë të ngjashme dhe të njëjta. Më pas, shtëpia me patjetër që do t'jetë një klas i papar, me patjetër që do t'jetë një investim i papar dhe me patjetër që do t'jetë një shtëpi që të gjithëve do të na fasionoj dhe do të na bëj që ta duam dhe të dashurohemi në atë pamje fantastike. Do me thënë, përflitet dhe nga burimet jo zyrtare, por burimet të afërta të njerëzve që punojnë brenda këtij institucioni, teksa un kam pirë kafen me patjetër sepse më intereson të dëgjoj dhe të marr informacione se për çfarë bëhet fjalë, për çfarë shtëpie, për çfarë reality show, a ka ndonjë ndryshim në skenar, a do të ketë risi? Më kanë thënë që është spektakolare ajo se çfarë do të ndodhën. Do me thënë, ndryshimi është rrënjësor i shtëpisë. Nuk do të jetë më kjo shtëpia që e kemi parë pak me ngjyra të mbyllura, të errta. Do me thënë, do të ketë shumë ambient, do të ketë shumë investim, do të ketë shumë gjerësi, do të ketë ngjyra më të hapura, do me thënë kamerës t'i falën sa më shumë dashuri, t'i falën sa më shumë ëmbëlsi, t'i falën sa më shumë energji të bukur. Do me thënë, këto lloj ngjyrash do të jenë ngjyra të cilat do të shfaqen këtë vit në Big Brother VIP VIP Kosova, më falni. Moderatori me patjetër që do të mbetet Alaudin Hamiti dhe unë me zemër në fakt preferoj që të mbetet Jonida Vokshi. Jo se jam egoist për ndërhyrje të reja, unë gjithmonë e kam qef risin, por jam egoist në faktin e ndërtimit të një figure, në faktin e ndërtimit
të një rrugtimi të bukur që bëri Jonida dhe Alaudini. Janë shumë të përafërt, kanë karaktere të ideale për Big Brother dhe që të dy qasen bukur në mënyrën se si prezantojnë pranë publiku. Do me thënë, Alaudini din ndonjëherë të jetë edhe eksploziv, ndërsa Jonida është gjithmonë e qetë, e heshtur dhe ka një lloj qëndrimi të bukur skenik që në fakt kjo figura që ka ardhur për 3 vite me radh do të mungonte shumë nëse nuk do të ishte edhe këtë vit. Domethënë ka ndërtuar këtë rrugtimin e bukur të dy bashkë dhe mendoj që janë ideal në këtë drejtim. Opinionistët janë shumë të rëndësishëm në fakt në Big Brother, sepse opinionistët e kanë rolin kyç, edhe pse fjalët e opinionistëve nuk është se kanë peshë shumë të rëndësishme tek autorët e edicionit, tek autorët e spektaklit, do me thonë opinionistët gjithmonë kanë bindjen të tyre dhe japin mendimin të tyre dhe jo më kot janë në rolin e opinionistëve. Besoj që nuk duhet ketë ndonjë ndryshim, në qoftë se do të ishte ndryshimi ideal që përmenden Dalina Buzi, Olta Gixhari, Olti Curri, Mila Imzeka, mendoj që kjo katërshe do të ishte ideale për këndin e opinionistit, sepse duke bërë krahasimin që bëhet fjalë për 5 orë maraton reality show, nuk do të ishte e pakapshme apo nuk do të ishte e pamundshme që të luanin rolin e opinionistit edhe 3 personazh, nga që ka hapësirë për të folur për të 3 goxha shumë që mund t'japin mendimet e tyre. Por, në qoftë se do t'ishte Dalina në këndin e opinionistes, mendoj që do t'ishte një opinioniste shumë e rept, për faktin sepse Dalina ka preferuar që t'jete drejt për drejt dhe ka qenë gjithmonë kritike e ashpër e showbizit. Në qoftë se do t'ishte Leonora Jakupi, respekt të veçanta për Leonorën, është artiste me plot kuptimin e fjalës, unë jam rritur me artin e saj dhe jam rritur me këngët e saj, me bukurinë e saj, do të thonë ka qenë emblema shqiptare, por mendoj që Leonora është një opinioniste që banorët do ta manipulonin shumë bukur, sepse Leonora ka një dëmshuri brenda në shpirt. A realisht ky lloj reality show do goditje, do përplasje, do shkëndija mes njëri tjetrit. Ndërsa Olti, që njihet edhe për ironinë e tij të veçantë në fakt edhe për goditje të drejtë për drejta, mendoj që Olti dhe Dalina do të ishin ideal për të qenë në këndin e opinionistit, me patjetër që dhe Olta Gixhari, sepse ka patur një eksperiencë në Big Brother dhe e njeh si lojë, sepse të luash rolin e opinionistit është bukur kur e njeh lojën, por në këtë rast edhe Mila Imzeka njihet për mënyrën e tij të shprehurit dhe besoj që kjo katërshe opinionistësh, që me patjetër 2 do të jenë nga këto, do të bënin një lloj dinamike dhe pse Olti ka patur një eksperiencë në Big Brother VIP Kosovë, por besoj që për Dalinën do të ishte një eksperiencë e bukur dhe një eksperiencë tepër imagjinare për publikun që do të dilte aq mirë. Ndërsa për banorët jam i bindur që Olta së bashku me Alaudinin dhe përfaqësuesit e tjerë janë duke punuar me shumë intensitet të sjellin personazhe të veçantë, përfliten disa emra që në fakt unë nuk dua që t'i përflas sepse nuk dua të dalë rrejshëm te publiku, por le t'i lëm me hapat e kohës. Unë ju premtoj që në natën e nisjes Big Brother VIP Kosovës ne do të jemi në live, me patjetër që do të komentojmë banorët, hyrjet e tyre etj, por mbi të gjitha dua të marr mendimin tuaj si ju e prisni në fakt të reality show këtë vit.